fal a priori. Po presidenti Trump a do të ndërhyj pasaj? A mendoni ju që do të ndërhyj presidenti Trump në këtë drejtim? Unë personalisht nuk mendoj që administrata amerikane ndërhyn në sistemin e drejtësisë Kosovës. Po e kemi po një diçka interesante që i ka ndalë buxhetin. E ka nënshku një marrëveshje për me ndalë buxhetin gjykatës së Hagës, presidenti Trump. Po besoj këtë informacion e keni. Është ndalja kryesisht shikoj me vëmendje. Gjykata e Hagës është sponsorizuar edhe nga buxheti i Kosovës. Edhe nga Bashkimi Evropian. Është sponsorizuar edhe nga buxheti i Kosovës, një gjykatë që nuk pranon me vendos në sallën e gjykatës simbolit e shtetit të Kosovës. Kjo është më shumë se qesharake. Ajo që pash unë për shembull para me datën 22 të këtij muaji, presidenti Trump rikonfirmoi, ose me thonë update-i, edhe një herë, i futi edhe një firmë tjetër për deri me datën 26 korrekt të 2027-s, duke e vendosur krejt Ballkanin në emergjencë për sigurinë kombëtare të Amerikës. Është edhe një dokument tjetër i datës 28 dhjetor të 2025-s, që e përcakton Ballkanin Perëndimor si faktor që ndikon drejt për drejt në sigurinë kombëtare të Amerikës. Nëse me aq pak sa di unë në këtë fush, Jack Smith, që ka ngrit akuza kundër presidentit Trump, edhe unë mendoj që ai do përgjigjet për ato që ka bërë. Unë nuk mendoj që edhe lufta që është bërë, lufta ndaj liderëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, nuk ka interferenca politike. Sigurisht që ka. Por, prapë unë i qëndroj asaj që gabimin më të madh institucionet e Kosovës kur drejtoheshin nga Hashim Thaçi e Kadri Veseli e bën që pranun një gjykatë monoetnike në një shtet, se praktikisht me kushtetutë Kosova është shtet multietnik. E vërtet. Por është në nerin e tyre që ata të dalin të pafajshëm në proces gjyqësor të ndershëm brenda institucioneve të Kosovës, jo në një gjykatë që për mendimin tim është e manipuluar dhe antiligjore e antikushtetuese nga fillimi deri në fund. Po Zajet, unë të falenderoj shumë që gjete kohën sot edhe mundësinë me që jemi kështu në lidhje direkte nga Amerika dhe për shkak të internetit nuk e kishim zgjat më shumë, por uroj më të pas edhe fizikisht këtu në studio së shpejti, kur të që vjen nga Amerika më të pas në emisionin ton. Unë të falenderoj shumë që gjete kohën edhe mundësinë, një mesazh kisha pas dëshirë me dhënë ti për fund për gjithë shqiptarët edhe shikuesit e emisionit ton. Mesazhi im është që populli shqiptar dhe kombi shqiptar është populli më pro-amerikan i botës. Është e vërtet. Një revistë prestigjioze para disa kohëve, Newsweek, ka thënë që shqiptarët pro-amerikanizmin e tyre duhet ta mbajnë si medaljon në gjoks, sepse jo vetëm që u këtë, po do vlerën të ardhshme. Por duhet që të qëndrojnë bashkuar në qëllime dhe qëllim tyre që tjetë një partner serios krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jemi në unison me politikën amerikane, pasi ne jemi një kombi vogël dhe nuk ndikojmë në politikën amerikane, por duhet të jemi vetëm në unison me ta. Faleminderit shumë Basajet, unë përshëndes edhe të falenderoj shumë nga Kosova. Fola ki nga Kosova. Faleminderit dhe juve dhe miru pafshim e miru takofshim. Miru takofshim e miru pafshim këtu live në Kosovën tonë të dashur. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit shumë. Bye bye.